Bardhin dhe zotri Haradinaj. Bardhin nga PSD. Ka qenë një aksion simbolik e joni, ideja ka qenë që na me tërhek vëmendjen qytetarëve të rubrikës vendit tonë, media o shoqëri civile, që me drejtua ta kana, na me tregu diçka që apo ndonë gjykatën speciale dhe jo zonja Trandafilova, sepse ato që ka i thët ajo, na veç i dim tash, që ka thotë, që ka mendon për ushtarë të ushtrisë shqiptare të Kosovës, ideja ka qenë kjo, pastaj na u ofrum deri afër me i tregu edhe zonjës në fjalë, sepse ato që ka i thuti janë pa vërteta, ndërsa vërteta qëndron ato që ka i themi ne. Ky ka qenë një aksion simbolik, por nuk ka pas. Aksion simbolik që s'ka të bëj fare me protestë dhe ju nuk keni bërë thirrje të grumbullohen më shumë qytetarë, thjesht keni lëshuar një njoftim dhe kush ka dashur është bashkuar apo jo? Jo. Ne nuk kemi bën asnjë njoftim, asnjë ftesë qytetarëve me na bashkangjit në protestë. Kryesitë e degëve të organizat veteranëve të luftës, i kem ftu më arë 3-4 vetë ose 5 maksimum, më arë një aksion simbolik deri të hoteli aty ku ka qëndru zonja Trandafilova, edhe na me mbajt një konferencë për media, njëjtën orë që ajo konferenca asaj me dalë e pavlefshme, e parëndësishme, qytetarët mi këthy sytë kana. Do të thotë, ne i themi të vërtetën, ndërsa ajo nuk e thotë vërtetën për ato që më ndodhë në agë, kaq, nuk ka pas diçka tjetër. Haradinaj, keni një reagim në këtë rast? Kom reagim shumë të madh, atëre kjo është një çiçarllak i organizatës që zgudon me marrë përsi për protestën, mendoj që o gabim i madh dhe protestat, organizata, edhe kush ka konkurruar për kryetar, të gjithë ne që kemi konkurruar dhe ne duhet me thirr protestë, nuk duhet mu tut për me thirr protestë, kemë arsye me thirr protestë, dhe është shumë gabim. Me rëndësi, por megjithatë, me rëndësi efekti u mri, Trandafilova ka marrë mesazhin, por nëse është vetëm simbolik o kështu, atëre kjo një marrë një çerçellok dhe një frikë në vetë vete. Syla? Frikë në vete se të zbudojnë me marrë përsi për thirrjen e protestë. Pse mu frigu? Pse me s'më thirr? Qartë. Nuk e di nëse po e dëgjoni Syla? Jo, që më dëgjoj mirë. Atëherë e kemi reagimin e Nasim Haradinaj. Ka problem Syla me ndëgju se është nën kryetar. Syla po dëgjon? Që tash në fund po dëgjova diçka që tha, ka probleme ndëgju. Nëse mundesh me përsërit dhe njerë, Haradinaj. Është problem, sepse unë e mendoj kështu, mos guximi të ftohet në protestë, kjo dashur me thirr protestë, dhe mos marrja përgjegjësisë e kësaj proteste, lërë shumë për të dëshiru atër të ne veteranit. Sepse se cili veteran, o dashur t'jen atje. Dhe ku thëmë se cili veteran, kjo nuk kupton edhe se cila parti, sepse veteranët janë në për gjitha parti. Dhe mos guximi pranimit thirrjes protest është çyçarllak. Mirë po, sumarum, mri efekti që Trandafilova ju ka prish ajo, simbolikisht. Ne nuk po mo të thirrim protesta simbolike për këtë gjykatë që ka bërë atje, po protesta të fuqishme dhe dominuese determinante për aty ku jemi. Nisë. Dhe për ata të cilën e kemë betimin. Ta marrim mendimin e Sylës, nuk e di nëse arritet ta dëgjoni ankesën që ka Haradinaj, pra ai po kërkon një protestë më masovike. Së pari, ju Klan Kosovë, nëse po provoni me në ballafaqu zotin Syla në këtë rast me zotin Haradinaj, keni shumë gabim. S'keni pse, s'keni arsye, ne takohemi për çdo ditë, ne komunikojmë, ne bashkë luftëtarë. Jo, thjesht ne po diskutojmë për atë që ndodhi dhe se cili ka mendimin e vetë, shohim një pakënaqësi nga Haradinaj sepse po kërkon një organizim më masovik. Dhe përveç juve kemi edhe 2 të ftuar këtu në studio që ne kemi vëmendjen tek ju sepse është një çështje. Por tash ju në vend, ju në s'po di çka po kërkoni prej meje me ditë, apo doni me ditë diçka që ka ndodhur. Ideja ime të kërkoj nga ju është që a do të organizoni në të ardhmen një protestë më të madhe ku do të përfshihen edhe Haradinaj, veteranët të tjerë, përveç PSD-s, ndoshta edhe qytetarë dhe parti të tjera. Ky është qëllimi. Veç ju përprovoni me na ballafaqu disa veteranë ose në këtë rast në kryetarin e veteranëve me mua. E pse është këtë e panevojshme kjo? Se s'keni nevojë me bëni gjatë. Okej, unë parashtrova një pyetje pa pasur qëllimin që ballafaqoj me Haradinaj as askën tjetër, është thjesht një çështje që po merrem për shkak se Haradinaj si pjesëtar i ushtrisë lirimtare të Kosovës, ndoshta dëshira e tij është të merrte pjesë në këtë protestë dhe ka një ankesë të tillë. E nderuara media Klan Kosova, në asnjë rrethon, ju nuk mundi me provu 2 bashkëpunëtor me shtim me fon njëri për tjetrin, diçka
diçka që s'duhet. Asnjëherë nuk është qëllime, ne nuk e detyrojmë askën të flasë diçka që s'duhet apo nuk don. Ju e keni mundësinë, hapësirën dhe mund të shpreheni dhe të komentoni çfarë ju të doni. Nuk është ideja që ne t'ju fusim në gojet tuaja fjalë që ju nuk doni t'i thoni. Dhe jeni i lirë nëse s'keni diçka për të shtuar, e ju përshëndes shumë dhe faleminderit për kaq minuta që ishit me ne. Studio. Diko studio. Po ju dëgjojmë vetëm se ideja nuk është që ne të krijojmë këtu një ambient ku do donim t'i kapni mes vete ushtarët e ushtrisë lirimtare të Kosovës. Ju keni pakënaqësi dhe i ngritet këto pakënaqësi jo në këtë studio dhe jo ne. Prandaj ndëgjoj. Vetë komunikimi ku bëhet pak kështu më lën hapësirë që zoti Sylla tha nuk jam kanë i mirë. Diko. Tu nuk ka konflikt mes neve. Tu është shprehje dëshirë dhe ato cilët unë mendoj. Unë e thash, nëse nuk merret përgjegjësia nga organizata veterane për thirrjen e kësaj proteste, unë mendoj që është shrallak. Unë mendoj që ne duhet të kemi guxim ta marrim përgjegjësinë për thirrjen e protestë dhe të bashkohen të gjithë qytetarët. Por këtu nuk do të thotë që ne kemi keq kuptim mes veteranëve mes vetë që e kuptoi zoti Sylla, lën për të dëshiruar komunikimi i tillë, a kupton? Sa e thënë nuk po ndëgjoj mirë dhe ka mujtë me keq kuptuar. Por, edhe herë po thëmë, nëse kanë deklaru që na nuk kemë zbot thirrje për protestë, po ka qenë takim spontan, atër mendoj është një frikë në vetë vete. Mirë, ta malim pak mendimin e Bardhit duke provuar ta anashkallojmë këtë që është krijuar asnjëherë pa tendencë, edhe njëherë, besoj ata shikues që e ndoqen e kam parasysh që s'është tendenca që të krijonim një situatë të tillë, a do të ketë efekt Bardh apo nuk do të ketë efekt ky organizim, apo çfarë do organizimi tjetër dhe a mund të jetë ndoshta edhe pengesë në lidhje me ishkrerët e UÇK-s një protest apo një organizim i tillë, që nuk mund ta quajmë protestë sipas zotërisë Syllës. Unë besoj që efekt negativ për sa i përket këtij rasti nuk mund të ketë. Unë besoj që populli i Kosovës nuk do të më nejt në ethe se mos ndonjë veprim, ndonjë protestë e tyre ka më ndikuar negativisht. Zoti Haradinaj është dëshmi edhe unë besoj që mënyra që është sill në gjykatë ka qenë mënyra e duhur, sepse gjyqësia nuk është dashur me qenë varësisht prej sjelljes sone. Është dashur me u dënu ose mos me dënu, varësisht a je fajtor apo jo. Mirë, po nuk është dashur që ti duke provu me qenë ai djali i urtë me i hyn hatër gjykatës. Përkundrazi është dashur me pas një farë revolte shumë të madhe. Unë besoj që neve që na takon si shoqëni, edhe qoftë veteranëve, qoftë pjesës tjetër të shoqënisë, është një mobilizim shumë i madh, sepse nuk është që fjala që e kena dëgjuar mas shpeshti këtë kohë, është që po gjykohen ose po tentojnë me u dënu 4 ish krerë të UÇK-s.